A e dini se disa studiues besojnë se krishtërimi mund të ketë nisur më herët në trojet shqiptare, sesa në shumë vende të tjera të Evropës? Po, zbulimi që i shtyu historianët të rishkruajnë datat e historisë ndodhi në Durrës, një nga qytetet më të lashta të Ballkanit. Gjatë gërmimeve arkeologjike, aty u gjet një relikt i rrallë një pllak guri me kryq të gdhendur, që daton në shekullin e parë pas Krishtit. Ky është një nga simbolet më të hershme të krishtera në të gjithë Evropën, më i vjetër madje se shumë nga reliktet që gjenden në Rom ose Athinë. Historianët besojnë se apostujt e parë të krishterë kanë kaluar pikërisht në përepirin e lashtë pra, në trojet shqiptare të sotme për të përhapur besimin e ri. Dhe kjo nuk është e gjitha. Në Butrint, Lezhë e Shkodër janë gjetur bazilika të hershme, mbetje varesh dhe shenja që tregojnë se këtu kishte komunitete të krishtera aktive shumë përpara shekullit të 4. Kjo do të thotë se, ndërkohë që Roma ende luftonte me paganizmin, shqiptarët e parë tashmë po mbanin kryqin në zemër. Një relikt i vogël, por një dëshmi e madhe se drita e besimit kristian driti në Iliri më herët se kudo tjetër.